Të nderuar besimtar, jemi duke folur në këto predikime të xumas për etikën islame. Etika në lidhje me njerëzit që na rrethojnë. Ne kemi folur për etikën me prindrit si njerëzit më të afërt të gjithë secilit prej nesh, dhe se si janë ata që meritojnë më shumë edukat, mirësjellje, bamirësi dhe respekt nga të gjithë njerëzit e tjerë që na rrethojnë. Dhe sot do të flasim, do ta zgjerojmë pak rrethin e edukatës me njerëzit e afërt. Edukata dhe rregullat që ndjek muslimani në lidhje me njerëzit e afërt, me farefisninë e tij. Të gjithë të afërmit, duke filluar nga prindrit që filluan, pastaj zgjerohet rrethi tek të tjerët. Dhe shikojmë se çfarë na mëson Islami, si duhet të sillemi, cila duhet jetë etika, edukata jonë në lidhje me ta, dhe çfarë duhet bëjmë kujdes që të mos e bëjmë në marrëdhënie me ta, në mënyrë që të mos shkelim parimet islame. Të nderuar besimtar, nga urdhrat më të mëdhenj hyjnor të Allahut lartësuar është madje edhe nga ndalesat, urdhrat më të mëdhenj që Allahu ka urdhëruar për to, edhe që ka ndaluar më shumë për të kundërtën e saj është mbajtja e marrëdhënieve me njerëzit e afërt. Pra është nga obligimet madhore të fesë islame, mbajtja e marrëdhënieve me njerëzit e afërt. Dhe shkputja e marrëdhënieve me njerëzit e afërt konsiderohet nga gjunahet e mëdha. Nga gjunahet e mëdha, madje nga 7 më të mëdha. Domethënë që ta kuptojmë se muslimani nuk është thjesht, apo Islami nuk është thjesht që ta mësoj të lidhemi me Zotin e gjithësisë, pastaj të mos ketë rëndësi marrëdhënia jonë me të tjerët dhe sjelljet tona me njerëzit që na rrethojnë. Islami na bën që të përsosemi si njerëz edhe në marrëdhëniet tona me Zotin, por edhe në marrëdhëniet tona me njerëzit e tjerë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith shumë të rëndësishëm dhe shumë të bukur, thot kur Allahu i lartësuar ka krijuar të gjithë krijesat dhe përfundoi krijimin e tyre, o ngrit thot farefisnia, marrëdhënia farefisnore, pra lidhja me të afërmit. Pra duket sikur Allahu i lartësuar e ka bërë këtë si nocion që të flas. Pra e ka krijuar Zoti atë me fizik, apo thjesht i ka dhënë të drejtën këtij koncepti që të flas, të thot fjalën e vet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, marrëdhënia thot i kërkoi Allahut të lartësuar që ta mbronte marrëdhënia dhe thot kërkoi që ta mbronte pozitën e saj, marrëdhënia farefisnore. I kërkoi Zotit që t'i ruante pozitën. Dhe pra, domethënë sikur kërkoi ndihmë Allahut, sikur me dëshpërim. Domethënë vendos për mua një pozitë të madhe në mesin e njerëzve, në mënyrë që me të vërtetë ta marrin këtë me prioritet. Pra të më marrin mua si marrëdhënie me njerëzit e afërt me prioritet. I thot Allahu i lartësuar, po, a je e kënaqur që unë të mbaj lidhjet me atë që i mban lidhjet me të afërmit, edhe ti shkput lidhjet me atë që i shkput lidhjet me të afërmit? Pra shikoni çfarë pozite i vë Allah. Pasi ajo me lejen e Zotit flet marrëdhënia me farefisnin. Flet dhe thot, vendos për mua një pozitë veçantë. Unë kërkoj ndihmë prej teje o Zot, që të vlerësohem. I thot Allahu i lartësuar, a je kënaqur që unë të mbaj lidhjet me atë që i mban lidhjet, pra të mbam ty, edhe ti shkput lidhjet me atë që i shkput lidhjet farefisnore? I thot po si. Thot atëherë këtë pozitë do të kesh. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, lexoni nëse dëshironi fjalën e Allahut të lartësuar në Kur'an që thot: "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Thot Allahu i lartësuar në këtë ajet që tregon seriozitetin e mbajtjes marrëdhënieve farefisnore, thot, a mos pritet prej jush që ju kur të merrni pozitë, pra të bëheni njerëz me para, të bëheni njerëz me pozitë, të bëheni dikush i me emër, ju thot i ndërprisni marrëdhëniet farefisnore?
të bëni shkatërime në tokë dhe marrëdhëniet me të afërmit tuaj të ndërprisni, thotë të tillët, të Allahu i lartësuar, janë ata që i ka mallkuar ata Allahu. Dhe u ka mbyllur atyre dëgjimin, veshët e tyre, u ka vulosur veshët e tyre dhe u ka verbuar sytë e tyre. Dhe ky verbim, kjo vulosje e veshëve, apo mallkimi, është gjë që njeriu ndoshta nuk e ndjen në fizikun e tij. Pra nuk është çështja fizike, por Allahu i lartësuar i bën ata njerëz të padobishëm, pa shpirt, që kanë marrë mbi vete mallkimin e Zotit. Allahu i lartësuar na ruaj nga ky përfundim. Dhe hadithi është i Buhari dhe Muslimi. Pra shikoni sa e rëndësishme është mbajtja e marrëdhënieve farefistore, prandaj tham se mbajtja, lidhja e këtyre është nga obligimet më madhore dhe shkputja e tyre është nga gjunahet e mëdha. Natyrisht që kush i mban të marrëdhëniet, nderuar vëllezër, Allahu i lartësuar i ka premtuar atij, ka siguruar atij shpërblime të mëdha, dobi të mëdha. Dhe jo vetëm shpërblime dhe dobi, por mirësi në veten e tij, me zgjatjen e jetës, me zgjerimin e rrezikut. Vetëm se njeriu mban marrëdhëniet me njerëzit e afërt. Allahu i lartësuar e shpërblen në këtë mënyrë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai që kënaqet do që t'i shtohet rreziku i tij dhe t'i shtohet jeta e tij dhe gjurmët që lën në zemrat e njerëzve, atëherë thot le të mbaj marrëdhëniet me të afërmit e tij. Marrëdhëniet farefisnore, i lidh ato. Çfarë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet nga vetja, t'i shtohet rreziku, furnizimi, të kesh bollëk dhe të zgjatet jeta. Dhe zgjatja e jetës është edhe me ditë me orë, por është edhe me kujtime. Nëse cili prej nesh e di se në fisin e tij, në të shkuarit, në njerëzit që kanë shkuar më parë, ka njerëz të spikatur që përmenden për mirë. Filani, Fisteku, ka bërë këtë, ka bërë atë, e përmendin për mirë. Pse? Sepse është fryt i mbajtjes së marrëdhënieve farefisnore. Zgjatet më shumë kujtimi i tij dhe brezat më mbas lutem për njeriu i cili ka qenë i mbarë dhe ka mbajtur marrëdhënie farefisnore me njerëzit e tij. Dhe gjithashtu në hadithin shumë të njohur dhe të rëndësishëm tek Buhari që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet nga Abu Huraira, thot kush beson Allahun dhe ditën e fundit, i tillë i thot le ta nderoj mikun e tij. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të mbaj marrëdhëniet me të afërmit e tij. Dhe kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flas mirë ose le të hesht. Këto tre çështje i ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam se janë prej imanit, prej besimit ton. Të nderosh mikun ton, të ruash marrëdhëniet me të afërmit e tu, të flasësh mirë ose përndryshe nëse nuk ka mirësi në fjalët e tua, më mirë hesht. Duhet që të dim disa edukata, nderuar besimtarë, disa edukata në sjellje me njerëzit tanë, dhe edukatat janë të shumta, por do përmendim disa prej tyre. Dhe shpresojmë nga Allahu i lartësuar të na bëjë dobi dhe të përmirësojmë sa të mundemi marrëdhëniet me të afërmit tanë. E para, niyeti jot, qëllimi jot në marrëdhënien, mbajtjen e marrëdhënieve që ke me njerëzit e tu, të bërit mirë me ta, lidhja e tyre, të gjendesh atyre, të gjitha këto duhet të bëhen me sinqeritet për hir të Allahut. Sinqeriteti është çelësi i suksesit dhe është kushti për pranimin e punëve, adhurimeve. Ti jesh i sinqert, jo që ta bësh marrëdhënien, pra mbajtjen e marrëdhënieve, ta bësh për sy e faqe. Jo që njerëzit thonë për ty që filani është fisnik, filani na mban, filani na jep, filani na flet, filani na gjendet. Mos e ki për qëllim këtë. Sepse të gjitha këto do t'i përfitosh. Edhe nëse je i sinqert, madje nëse je i sinqert do t'i përfitosh më shumë. Sepse ai që është hipokrit, marrëdhëniet e tij zbulohet hipokrizia e tij. Ndërsa i sinqerti i pranohet puna dhe Zoti jep sukses. Dhe njerëzit e ndjejnë, e kuptojnë dhe e gjejnë në vetë e tyre sinqeritetin tënd në marrëdhënie me ta. E dyta është që në të gjitha të mirat që bën ndaj tyre, të mos presësh prej tyre shpërblim. Dhe është e afërt me të parën. Domethënë që shpërblimin ta presësh nga Allahu. Bëj mirë sepse kështu duhet të bëj. Kështu më urdhëron Zoti im. Unë nuk kam mundësi tjetër në marrëdhënie me njerëz të afërt që ose të bëj mirë ose të bëj keq. Jo, unë vetëm duhet të bëj mirë.
Dhe shpërblimin do e pres vetëm nga Allahu. Unë bëj obligimin tim si musliman, si besimtar, bëj atë që duhet bëj se Zoti më urdhëron. Mos prit që do t'i bëjnë der, sepse do prej tyre të ta kthejnë derin. Çfarë do lloj deri qoftë ai? Çfarë do lloj e mire? Pra edukatës fisnike është të mos presësh prej tyre shpërblim, por ta presësh vetëm nga Allahu i lartësuar. Dhe mos prit në mirësinë që u bën të tjerëve që të ta kenë bërë ata në fillim. Ai i cili e bën për hir të Allahut, e bën edhe nëse të tjerët nuk ja bëjnë këtë mirësi. Njerëzit në përgjithësi thonë, do i japim se na ka dhënë, do i vemi se na ka ardhur, do i gjendemi se na është gjendur. Muslimani nuk gjykon me këtë peshore. Muslimani thotë do i jap sepse Zoti më urdhëron, do i gjendem sepse Zoti më urdhëron, do sillem mirë me të sepse Allahu i lartësuar më urdhëron. Pra nuk pret prej tyre shpërblim apo thjesht kthim deri. Të fillosh në marrëdhëniet e tua dhe në mirësinë tënde me njerëz që të rrethojnë me ata që i ke më afër. Jo që me të afërmit e familjes tënde të kesh punë të keq dhe ti përmirësosh ato me kushërinë të tu, me të largëtit, ti jesh më mirë me ta se sa me ata që ke brenda shtëpisë tënde apo brenda rrethit tënd të ngushtë. Mirësia fillon nga më të afërmit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi dikush e ka pyetur, i ka thënë kush është njeriu që meriton më shumë që unë t'i rri afër, t'i gjendem më shumë. Ka thënë nëna jote. Ka thënë pastaj kush? Thot nëna jote. Thot pastaj kush? Thot nëna jote. Thot pastaj kush? Thot babai yt. Thot pastaj kush? Thot të afërmit, duke filluar nga më të, ata më pranë teje. Pra fillon nga nëna, 3 herë, babai, pastaj të afërmit, vëllezër, motra, e kështu me radhë, pastaj xhaxhallar, halla, teze, e kështu me radhë, pra njerëz të tjerë të afërt që mirësia jote të jetë në fillim për këta. Pastaj për të tjerët që janë më larg. Dhe sa më shumë që në afrimitetin me ta ka arsye për të respektuar dhe për të dashur më shumë, aq më shumë domethënë forcohet e drejta e tyre. Pra nëse i afërmi yt është edhe besimtar, është edhe i devotshëm, është edhe njeri i mirë, është edhe hallëxhi, është të gjitha këto forcojnë dhe i japin dritë më shumë marrëdhënies së mirë me ta dhe bamirësisë tënde ndaj tyre. Dhe në këtë rast themi që ata që janë më të devotshëm meritojnë më shumë mirësjellje. Ata që janë besimtarë më të mirë, më pavese, që janë më fisnik, që janë më të përmbajtur në gjuhët e tyre, më të përmbajtur në sherrin e tyre, ata meritojnë më shumë respekt. Edhe pse, nëse e ke një të afërt jo besimtar, përsëri e ke obligim të sillesh mirë me të. Por po themi që përparësinë e kanë ata të cilët janë më të mirë tek Zoti i tyre dhe më të mirë tek njerëzit. Ata meritojnë më shumë respekt dhe më shumë forcim të marrëdhënieve mes nesh. E nëse ka të afërmit musliman, pa thamë që të kjo besimtari e ke obligim të mbash marrëdhënie. Por nëse ka musliman mesin e tyre që janë të zhytur në gjunahe, atëherë mbaj marrëdhëniet, mos i ndërprit që ta këshillosh, ta përmirësosh, sepse nëse i ndërpret marrëdhënien me ta, atëherë kur do të përmirësosh ata? E profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, feja është këshill, pra e ka përmbledhur fen të gjithë të këshilla. Këshilla është ajo që na përmirëson, ajo që na ngre tek Allahu i lartësuar, ajo që na bën më të mirë, ndërsa kthimi i shpinës, ndarja, largimi nuk na përmirëson, veçse na përkeqëson gjendjen tonë. Le të interesohet muslimani për prejardhjen e tij, për prejardhjen e tij. Pra, kush janë të afërmit e tij? Kush janë ata që njerëzit që e lidh me ta farefisnia dhe gjithashtu krushia? Të interesohet sepse këto dy koncepte dhe aspekte i ka bërë Allahu i lartësuar obligim që njeriu t'i mbajë marrëdhëniet me ta, të njohë njerëzit e tij. Aq sa i mjafton për të shtuar respektin me ta dhe për mbajtur marrëdhëniet me ta. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mësoni thot nga prejardhja juaj, aq sa t'ju mjaftoi për të mbajtur marrëdhëniet farefisnore. Jo ti je pa interesuar vetëm familjen tënde, shtëpinë e ngushtë dhe kaq.
dhe mos shikosh më mbas. Mësoj se kush janë xhaxhallarët, hallët, kush janë xhaxhallarët e babait. Pra, ata njerëz që të lidhen me ta një prejardhje. Mësoj në mënyrë që t'i respektosh, dhe sa më shumë e zgjon rrethin e respektit, aq më i miri tek Zoti i gjithësisë. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam në vazhdim të këtij hadithi, i cili vjen tek Tirmidhiu dhe sakson Sheikh Albani, thot mësoni nga prejardhja juaj aq sa ju mjafton për të mbajtur marrëdhëniet farefisnore. Sepse thot mbajtja e marrëdhënieve me të afërmit është shton thot dashurinë e familjes për ty. Të shton thot rrezikun në pasuri dhe gjithashtu të shton jetën. Shko qa mirësi e madhe, ndërkohë që ti tregohesh i mirë me njerëzit që të rrethojnë. Kjo veç se mirësi. Njerëzit të duan, pasuria të shtohet dhe jeta të zgjatet. Lutim Allahun na bëj besimtar të tillë, të mirë dhe të dobishëm për njerëzit tanë dhe për njerëzit përgjithësi. Veç kësaj nderuar besimtar të mos jetë lidhja farefisnore thjesht për të kthyer borxhin. Mos jetë thjesht kthim borxhin. Pra siç e përmendëm, më ka dhënë do t'i jap, më ka ardhur do t'i vete, më ka ndihmuar do ta ndihmoj. Nuk është muslimani kështu. Por duhet që të bësh mirë edhe nëse s'kan bërë. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk është mbajtës i mirë i marrëdhënieve farefisnore, pra me të afërtit e tij, ai i cili thot është thjesht ai që kthen deri. Pra ai që është thjesht kthyes i deri. Por thot mbajtës i mirë i marrëdhënieve me të afërmit është ai i cili kur ata e ndërpresin, pra nuk e bëjnë, ky thot edhe i bën, edhe i mëshiron. Pra tregohet fisnik, zemërbut, i durueshëm, edhe i mëshiron, por edhe i bën, pra i mban marrëdhëniet. Thot Ibn Hajar, Allah mëshiroft, në shpjegimin e këtij hadithi i cili vjen tek Buhari, thot janë 3 grada në marrëdhëniet tona me të afërmit tanë. E para është ai i cili konsiderohet njeri që mban marrëdhënie farefisnore. Ky është në gradën më të lartë. Pastaj është ai i cili kthen deri. Pastaj thot është ai i cili ka prerë marrëdhëniet e tij. Ai i cili thot i mban marrëdhëniet farefisnore është gjithmonë ai i cili është i pari që u bën ai mirë të tjerëve në fillim. Nuk shikon fare prej tyre çfarë i bëjnë. Ai gjithmonë është aty. Gjithmonë ai gjendet. Gjithmonë ai bën mirë. Pra është i dobishëm gjithmonë, pavarësisht se çfarë bëjnë ata. E dyti thotë është ai i cili nuk shton në dhënie nga ajo që i kanë dhënë. Jo vetëm nga ana materiale, por çdo gjë. Respekti nuk shton më shumë se çfarë respektojnë. Vizitat si shton më shumë. Ndihma nuk e shton më shumë. Vetëm kthen borxhin. Dhe i treti thotë është ai që i ndërpret marrëdhëniet farefisnore dhe ky është njeriu që pret që t'i vënë, pret që ta ndihmojnë, pret ta respektojnë dhe vetë nuk e kthen atë. Ky është ai që ka ndërprer marrëdhëniet farefisnore. Por kujdes thot, sepse kthyesi i borxhit thot është edhe njeriu që kur e ndërpresin i ndërpret. Të ndërpreu thua nuk i shkoj se nuk ka ardhur, po i kthen borxhit edhe në të keqe, edhe në ndërprerjet marrëdhënie farefisnore. Këtu thot janë të dy bashkarisht në gjuna. Dhe më i miri i tyre është ai që e fillon i pari ta mbaj, ta lidh marrëdhënie farefisnore. Të ndryshoj në jetën e tij për mirë me njerëzit e tij. Pra, shikoni nderuar besimtar se sa e rëndësishme është që të kuptohen argumentet fetare dhe të punohet me to. Duhet jemi të vazhdueshëm gjithmonë në mbajtjen e marrëdhënieve farefisnore, edhe nëse të tjerët i ndërpresin, edhe nëse të tjerët na ofendojnë, na ulin dhe nuk na respektojnë. Sepse si shtam ti je musliman. Dhe veprat e tua duhet të maten, të peshohen me peshoren e Zotit. Jo me ato të njerëzve. Pra ti të interesohesh se si je tek Allahu i lartësuar, tek Zoti yt. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi një burr ka thënë: "O i dërguari i Allahut, kam të afërt të mit." Hipni lart vëllezër, kush është në këmbë, hipi lart, se ka vende lart. Pra dikush e ka pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: "O i dërguari i Allahut, kam njerëz të afërt, të cilët unë i lidh, i mbaj marrëdhëniet me ta, sillem mirë me ta, ndërsa ata nuk më bëjnë mua."
i ndërpresin marrëdhëniet me mua. Unë thot, u bëj mirë atyre, ata më bëjnë keq mua. Unë u bëj mirë, ata më bëjnë keq. Unë thot, duroj, ndërsa ata sillen keq, ndërsa unë duroj. Pra ata sillen me ignorancë ndaj meje, ndërsa unë thot, duroj ndaj tyre. Pra shikoni, 3 arsye të cilat e bëjnë çdo njeri që të sillet si tjerë sillen. Thot, unë i mbaj, ata i ndërpresin. Unë thot, u sillen mirë, ata sillen keq. Ata thot më ofendojnë, sillen me ignorancë, ndërsa unë thot duroj. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse është siç thua, është thot, nëse është siç thua, atëherë thot ti vazhdo në atë që je duke bërë. Sepse thot veprat e tua janë sikur u hedh hi të nxehtë syve dhe mbush gojët e tyre me të. Pra i djeg sjellja jote e mirë, i djeg ata në fytyrat e tyre. Dhe sikur e shijojnë atë hidhsin dhe lëngësinë e rërës së nxehtë. Thot ti vazhdo në atë që bën, sepse është sikur u hedh hi të nxehtë syve, fytyrës dhe gojës tyre. Dhe do të vazhdoj të kesh nga Allahu i lartësuar mbështetje dhe mbrojtje. Nëse ti do të vazhdosh të bësh këtë punë që je duke bërë. Pra, të nderuar vëllezër, kjo është ajo që bën muslimani. Allahu i lartësuar thot: idfa billati hiya ahsanu sayyi'a. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Thot të keqen ktheje me të mirë. Sepse do të gjesh atë që mes teje dhe ti ka armiqësi, do ta shikosh se ai do të sillet si një mik i ngushtë. Ai ka siklet me ty, ai ka urrëtie ndoshta, por mirësjellja jote e bën atë të sillet mirë me ty. Të hiqet sikur është miku jot, edhe me pa hir, sepse mirësia jote e bën atë që të mos sillet do të ndryshe përpara teje. Dhe kjo është fjalë e Zotit gjithësisë që i njeh tabiatet e njerëzve. Thot të mirën, të keqen ktheje me të mirë. Dhe do të shikosh se njeriu që mes teje dhe atij ka armiqësi, do të kthehet sikur të jetë mik i ngushtë. Ne lutem Allahun e lartësuar të na bëjë besimtar të mirë, lutem Allahun e lartësuar të bëjë me etik, me edukat me njerëzit tanë dhe me njerëzit në përgjithësi. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ndëror vëllezër, unë para se të filloj pjesën e dytë bes, në pak minuta dua të këshilloj pak të rinj, ata që vinë në xhami vetëm ditën e premte, dhe nuk kanë shumë informacion apo dije rreth rregullave të ditës xumë. Jam i detyruar të përsëris dhe të them që kur vim në xhami, në orarin që është duke folur hoxha, pra nga podiumi, nga minberi, nuk lejohet të flasësh. Nuk lejohet të merresh me celular. Nuk lejohet të bësh asgjë tjetër, vetëm të dëgjosh me përqendrim çfarë është duke u thënë. Sepse kjo konsiderohet sikur je në namaz, sikur je në falje. Prandaj kujdes, sepse kush los të profetit sallallahu alajhi wasallam, qoftë edhe me gurales të vegjël, qoftë edhe me diçka të vogël, është argëtuar, kush argëtohet del pa xhumë. Prandaj bëjmë kujdes në këtë minutazh të përqendrohemi, se ndoshta mësojmë gjëra të cilat do të na bëjnë dobi gjithë jetën tonë. Islami është shumë madhështor, si një diamant, duhet të përpiqesh ta arrish, ta mësosh, ta kuptosh, pastaj ta vash në jetë. Dhe do të shikosh se çfarë vlere do të ketë për ty në jetën tënde dhe me njerëzit të tu. Vazhdojmë edhe pak dhe themi se metaforën e tu thjeshtia ai që u gjendet atyre në çdo kohë dhe sidomos kur kanë nevojë. Dhe sa më mirë mirësia ndaj tyre, aq më dashur tek Zoti i gjithësisë. Aq më shpërblyer tek ai. Kemi një ndodhi në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu i lartësuar ka zbritur fjalën e tij lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Thotë ju nuk do të arrini devotshmërinë e plot, dhe as mirësinë e madhe, derisa ju të jepni nga ajo që doni më shumë. Nga ajo që doni me zemër. Pra keni pasuri, e do me zemër, kur jep prej saj, arrin devotshmërinë e lartë. Bësh besimtar i mirë. Jo që t'japësh siç thot Allahu në Kur'an, t'japësh diçka që edhe nëse ty ta japin ti e merr me sy mbyllur. Sepse është gjë që nuk të vlen. Pra fukarai nuk është
ti duhet kuptosh që duhet japësh më të mirën të marrësh shpërblim tek Zoti, jo ta ofendosh të varfër. Ebu Talha el-Ansari, Allahu qoftë i kënaqur me të, njëri prej sahabive të mirë, besimtarëve të devotshëm të atij brezi. Ka pasur një baçe me një pus. Pra imagjinoni në Medinë, në shkretir, të kesh një baçe të madhe me hurma arabe, me palma, që bëjnë ato fruta aq të dobishme, nga më të mira në faqen e tokës. Jo hurma si shqiptarët, pra hurmat arabe, të cilat janë nga më të dobishme të faqen e tokës. E kishte një kopsht të madh me hurma dhe në mesin e këtij kopshti kishte edhe një pus. Dilte dhe ujë aty, buronte ujë. Nuk kishte pasuri më të shtrenjtë. Kur dëgjon këtë fjalë të Allahut, se ju nuk arrini devotshmërinë dhe virtytin e lartë derisa të jepni nga ajo që doni, vrapon, shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, unë në Medinë nuk kam pasuri më të shtrenjtë, më të mirë se sa pusi Beiruha, dhe kopshti që është rreth tij." Dhe unë thotë, edhe ishte afër xhamisë që profeti sallallahu alaihi wasallam futej nga njëra atje, pinte ujë, hante nga hurmat bashkë me shokët e tij, sepse ky ishte nga besimtarët e mirë dhe natyrisht kishte leje. I thotë dhe unë thotë jap këtë thotë për hir të Allahut. Gjithë të kopsht, këtë pasuri, këtë vakëf, unë thotë jap për hir të Allahut. Atje ku duhet, për fukarenjt, për xhamin, për gjithçka. I thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi e dëgjon këtë gjë, thotë ngrihet profeti sallallahu alaihi wasallam me një, duke thënë, duke folur, shikoni çfarë bëri. Shikoni çfarë po thotë. Gëzohet profeti sallallahu alaihi wasallam shumë, mahnitet me këtë gjë. Kjo vallahi thotë është tregti e bujshme me Allah. Është tregti e bujshme me Allah. Pra ja vlen, ti po jep dhe do fitosh më shumë. Thotë, unë e dëgjova i thotë profeti sallallahu alaihi wasallam atë që the, por unë thotë mendoj që këtë ta vendosësh për të afërmit e tu. Pra jepe për hir të Zotit, po për të afërmit e tu. Çfarë del prej saj, përfitojnë njerëzit e të afër. Kështu është Islami. Na mëson që kemi të drejta. Dhe të afërmit kanë më shumë të drejta tek ne se të tjerë. Edhe kështu bëri Abu Talha, e ndau atë mes njerëzve të tij të afërm dhe kushërimëve të tij. Pra e ndau këtë pus mes tyre. Sot gjë musliman që vjen tek fukaraj thotë jap, ndërsa të afërmit të tij thotë jo. Sepse ata thotë na përgojojnë, ata thotë nuk më bëjnë, ata s'm kanë ardhur, ne nuk u jep të afërmit të tij. Shpërblimi është tek të afërmit. Në ata në fillim. Prandaj Abu Talha e dha llafin dhe e mbajti, e ndau për të afërmit e tij. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në pasurinë që ke dhe të mira që Zoti t'ka dhënë, fillon me veten tënde. Pastaj thot me familjen tënde. Plotson nevojat e vetes, pastaj thot nevojat e familjes tënde. Pastaj thot kur mbarosh me familjen tënde, shiko thot të afërmit e tu. E farefisë. Edhe kur të mbarosh me ta, pra të mos ketë mes në tyre nevojtar, atëherë thot tek të tjerët, shiko majtas e djathtas ku të ketë fukari, jep. Shkoni se na mëson Islami, fillon me veten, me familjen, me të afërmit, pastaj me fukarinjt e tjerë jashtë rrethit farefisnor, dhe hadithi është tek Muslimi. Dëror vëllezër, besh kësaj Allah i lartësuar, profeti sallallahu alajhi wasallam na edukon dhe na thotë, edhe nëse i afërmi është njeri që mban, fsheh brenda tij urrejtje ndaj teje. Sadakaja kundrejt tij, e mira kundrejt tij, është nga sadakat më të mira. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, më e mira sadaka është sadakaja që jep tek i afërmi yt, i cili ka urrejtje të fshehtë ndaj teje. Më e mira sadaka është kjo. Pra shiko, kjo na ndryshon konceptet, na edukon dhe na jep gjithë të edukat madhore ndëror besimtar, dhe hadithin e sakson Sheikh Albani Allahu mëshiroft. Dhe nëse jep tek të afërmit, të shkruhet edhe sadaka, edhe mbajtja e marrëdhënieve. Dy punë madhore. Po profeti sallallahu alajhi wasallam, sadakaja për fukarenjt është vetëm sadaka. Ka shpërblim madh që përmendem për sadakan, por është vetëm sadaka. Ndërsa kur e bën këtë tek të afërmit, edhe ke forcuar lidhjet farefisnore, edhe ke marrë shpërblimin e sadakas. Besa i nderuar vëllezër, të mos tregojmë kopras ndaj tyre me këshilla. Të urdhërojmë për mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Të urdhërojmë për mirë dhe ndalojmë nga e keqja sepse ata i kemi amanetin parësor. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam
me ata filloi, urdhëroi që të fillonte me ata. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ti të riqu vrejtja. Këshilloj farefisin tënd, thot Allahu i lartësuar. Pra nga aty fillon me këshillën tënde që të përmirësosh. Ves kësaj përpiqu që të gjendesh atyre që të mos dëmtohen. Pra gjendju atyre që të mos i cënoj ata asnjë dëm prej njerëzve apo prej rrethanave, dhe përpiqu sa të mundesh të futesh gëzim në zemrat e tyre, edhe nëse ata janë në hall, të gjendju atyre me sa ke mundësi, puna më e dashur tek Allahu është të fusësh gëzim në zemrën e muslimanit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe njerëzit që meritojnë më shumë që të futesh gëzim në zemrat e tyre janë njerëzit e të afërt. Unë lutem Allahun lartësuar të na bëj besimtar të mirë, të përmirësojnë në edukatën tonë, të largoj prej nesh edukatën që nuk është e përshtatshme për muslimanin. Lutem Allahun lartësuar të na mëshirojë, ne si musliman të udhëzojë njerëzit tanë, të përmirësoj gjendjen e pushtetarëve në vendin tonë dhe në të gjitha vendet islame. Lutem Allahun e lartësuar që të mëshirojë besimtarët dhe të falë kudo që janë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.